edhe besoj që i kishim dhënë guxim edhe deputetëve tjerë opozitorë që mendojnë si na, në kuptimin e aktivitetit, që edhe ata me ngritë zonin e me ndaj të heshtur. Unë për një me skandalizohem, kur e kam pa për shembull Martin Berisha ka qenë në Komisionin Hetimor Parlamentar. Krejt që ka mohat në mend në Komision Hetimor Parlamentar është përqafimi i tij me deputetët e opozitës si me pas kolegë të grupit, e jo kundërshtar politik. Kryet Komisioni Parlamentar, dalin thonë Martin Berisha i lidhur me Serbi, po çka e përqafshëm vëlla aty në Komision Parlamentar me qenë ai çaq i rrezikshëm, ose s'është i rrezikshëm, ose është i rrezikshëm. 40 minuta zgjat komisioni, 10 minuta janë urime për shëndetjen mes tyre, një 3-4 pyetje banale, prej kahit je, ku e ki firmën e regjistruar, edhe kur gjohesh nga Komisioni Hetimor. Ma shumë aktivitet kanë bu gazetarë lumtus jashtë. PSD-ja si organizatore e shumë protestave e aksioneve, se sa ata deputet që edhe marrin rroga, edhe kanë asistente, edhe kanë buxhet shtetëror për secilën parti, me i pas në këto kushte, unë besoj që i kishim rrotulluar në kuptimin e përmirësimit të angazhimit të opozitës. Opozita ka mundësi me i mbajt për fjale qeverin, ka mundësi me i thirrë në raportim krejt bordet. Tepër pak ka ndodhur kjo. Që është e mundën ZRE-ja, halo s'dia ka ndaj raportim thirrën me urgjencë prej opozitës. Ka pasur thirrje, por edhe kanë munguar. Po ç'është lejon ti me mungu, ata e kanë obligim ty me të shërby. I bën bre e bllokon krejt atë kuvend derisa të vinë ata aty. Nuk mujna me met kjo punë, ata me vazhdu avazin e vjedhjes qytetarëve, ne me thonë i ftuam valla, po nuk po vinë, po shkon ju aty në zyre, na i kemi shku në zyre ZRE-s, kemi bloku zyret e ZRE-s, mrena me trupat tonë, vish për me e qitë raportin e rritjes çmimit, që nuk e qitëshëm. Ne kemi thirrë protesta, masive ka qenë protesta kundër rritjes rrymës. E na nuk kemi as antarësi, as dek sa këto parti opozitore, unë nuk di për çka ju duan ato dek, për me i fut turshia, se ato, nëse ti nuk e marrë në elektoratin tënd gjallë, ai ka me të braktisë, edhe që kjo është frika jeme. Se me këtë opozit dopt, autoritarizmi veç ka me urrit.